Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për ta kuptuar realitetin e hidhur të këtij entiteti sionist, i cili nuk ka një atom humanizmi brenda DNK-s së vete. Tani, kur ndodh shkëmbimi i viktimave, i dëshmorëve, i të vrarëve palestinez dhe ata njëkohësisht dorëzojnë të vrarët qifut, ja çka ndodh. Prova kriminalistike zbulojnë detaje tronditëse mbi trupat e dëshmorëve të kthyer nga Izraeli. Dje i kanë dorëzuar 15 trupa nëpërmes kryqit kuq, edhe çka ndodh. Aty vërehet, sikurse deri tash edhe me të kaluarat, shkelje, domethënë, të trupave të shenjtërisë së trupit të njeriut, vidhen organet e tyre, dëmtohen sa që nuk mund të zbulohen. Andaj, do thot, njëri prej zëdhënësve të ndihmës së shpejtë ose emergjencës së palestinezëve në Gaza, ata deklarojnë se vëzhgimet mbi këto trupa përputhen me ato të grupeve të mëparshme të kthyer nga Izraeli, duke treguar një model të përsëritur të dhunës dhe shkeljeve të rregullave ndaj të burgosurve. Sipas këtij, shumë prej trupave paraqesin shenja plagësh të rënda, përfshirë plagë me armë zjarmi dhe dëmtime nga shpëthimet, gjë që tregon për rrethonat të paqarta të vrasjes, ndoshta nga ekzekutimet nga afër apo goditjet me predha të fuqishme. Ai shtoi se në disa trupa janë gjetur shenja shkatrimi të plotë në kokë, që tregojnë përdorimin e forcës ekstreme, duke bërë të pamundur identifikimin e viktimave. Vetëm 4 prej këtyre trupave të fundit 15 janë identifikuar nga familjarët. Pse ndodh vështirësi në identifikimin? E para, për shkak se dëmtimet janë jashtëzakonisht të mëdha tek kufomat e të kthyerve, e dyta sepse mungojnë pajisjet e duhura për të bërë analizën e DNK-s dhe për të zhvilluar ata. Andaj, ata vazhdimisht i bëjnë thirrje institucioneve ndërkombëtare, Komitetit të Kryqit të Kuq, që të ofrojnë mbështetje teknike dhe logjistike për të ndihmuar familjarët që të njohin të afërmit e tyre. Shprehu zhgënjimin e madh nga komuniteti ndërkombëtar, i cili do thotë i injoron edhe ekipet lokale që ka aty dhe nuk i furnizon me mjetet e nevojshme për të arritur sukses në këtë detyrë. Normalisht ata i marrin këto kufoma, edhe pse nuk janë të identifikuara, u japin numër rëndor edhe i varrosin, sepse varrosja është detyrë dhe obligim që e ka njeriu ndaj njeriut. E mos flasim për besimtarët musliman, dhe çdo muslimani kudo qoftë ai e ka në obligim me marrë dhe me përcjell deri te stacioni i fundit i kësaj bote. Do thotë, gjenocidi që ata e bënin me bomba dhe granata, tash mas këtij anëpushimit ata e bëjnë në forma tjera të mundshme dhe e kanë bërë vazhdimisht, edhe e bëjnë akoma në bregun perëndimor, duke vrarë njerëz, duke maltretuar njerëz, duke burgos të liruarit përsëri. E kjo është, do thotë, ajo që s'ka me ndal dhunën në lindjen e mesme, s'ka me ndal dhunën në Palestinë. Ka me ata vetë e ushqejnë, do thotë, rezistencën dhe kundërshtimin e këtij okupimi të këtyre territoreve. Ne lutim Allahun e Madhëshëm që këta gjenaze të sjellura nga atje me këto masakra, që Allahu t'i mëshiron, të pranon si shahida, si dëshmor, dhe gjithë ato torture që kanë përjetuar, Allahu t'i bën shkak që ata ngriten tek Allahu i Madhëshëm dhe gjaku i tyre të bëhet shkak për çlirimin atij vendit nga kjo dorë okupatore e këtij shtetit dhe entitetit sionist. Allahu i mëshiroft të vdekurit dhe i liroft të gjallët dhe inshallah taala mbretëron një paqe e përhershme në atë vend, duke marrë secili hakun e vet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.